لله ثم الحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وصلى الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد. Falenderoj Allahun krijuesin e plotfuqishëm, dërgoj selavatet për shëndetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjen e shokëve të barëmetit dhe ditën e gjykimit. Të nderuar besimtarë, Allah subhanahu wa taala duke na referuar ajetin kuranor që thotë në Kur'an: "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa-abayna an yahmilnaha وأشفقنا منها وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا." Duke i referuar këtij ajeti që thotë Allahu i Madhërisht, ne më të vërtetë i ofrojmë emanetin tonë, emanetin u ofrojmë qiellit dhe tokës, u ofrojmë edhe maleve, kodrave, por ato e refuzuan, madje erdhi vështirë, erdhi rënë me bajtje emanet të tillë. Emanetin e mori përsipër njeriu, edhe pse ai ishte i padrejtë dhe ignorant. Emaneti kryesor që në cek ajeti kuranor është Islami. Allahu na la emanet këtë Islam deri ditën e gjykimit. Dhe ne kemi përgjegjësi deri ditë kiametit me mbajt këtë Islam, me praktiku këtë Islam edhe me dorëzu te Allahu ashtu siç na ka zbritur. Në mesin e këtij emaneti ka edhe shumë emanete të tjera. Por derisa jemi duke folur për edukimin e fëmijëve, kujdesin ndaj tyre, atëherë dim se edhe fëmijët, sikur se edhe shumë emanete tjera, edhe fëmijët janë emanet i Zotit, jo dhuratë nga Zoti për ty. Emanet për cilën ki përgjegjësi, me rrit, me eduku, me mësu, me besu në Allah. Sepse edhe me këtë domon ki obligime, detyra, derisa të jesh gjatë. Funda ajetit e përmend dy sene. Innehu kana zaluman jahula. Njeriu ishte i padrejtë, edhe ishte ignorant. Ajeti më na bën me dije se të njeriu gjanë dy sene. Padrejtësia ekziston te njeriu. Padituria, ignoranca ekziston te njeriu. Për atë arsye Zoti na obligon që ignorancën, paditurin me largu dhe dije. Prej ajetit parë që ka zbrit, ka thonë mësani, studiani. Për me largu dhe gjenin, ignorancën, duhet dituria, pa duhet mësoj. Për ndryshën betet ignorant. Për me largu pa drejtësi, zullumin duhet me besu, duhet me pas iman. Nga se imanit të thret në drejtësi, imanit të thret në mshire, imanit të thret në mirëqenie, rahatirë se duhet me jetu. Të rasti fëmijëve, njeriu përderisa mban rrugën e Zotit, duke përfillë ato parime në shariatin islam që bazohen në Kur'an dhe Sunet, ka me jetu i lumtur, edhe si individ, ka me jetu i lumtur dhe si familje, pra dhe konkretisht edhe me fëmijët e vetë. Në rastin tjetër, nëse njeriu largohet nga rruga e Zotit, kushdo qoftë ai njeri, edhe çfarëdo qoftë shkolla që ka ai njeri, çfarëdo qoftë zhvillimi që ka ai njeri, por derisa largohet nga rruga e Allahut, ai ka me pas domon jetë fatkeqe, domon formën më të keqe të mundshme, edhe pa lumturi, edhe pa rahati kur jetën e vet, madje ka lënë fatkeqësi më të madhe, sikur që ne përmend edhe Allahu në Kur'an ajete që do të shohim, ka lënë një jetë të egër, një jetë pa njerëzore, jo njerëzore. Ka se s'po dojnë me një për fjallën e Allahut, s'po dojnë me dëgju për urdhën mësimin e Zotit. Thotë Allahu në Kur'an: "Walaqad dhara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal-insi." Ne i kemi përgatit, jo kemi paraqit, jo kemi ekspozuar xhehenamin shumë kujt për gjinëve dhe për njerëzve. E kemi përgatit xhehenamin për shumë nga ata. Pse? Pse kemi përgatit xhehenamin për gjinëve dhe për njerëz? Për cilë? Jo për këtë gjinët, jo për kërejt njerëzit. Çka thotë Allahu vazhdim? Lahum qulubun la yafqahun. Ata kanë zemra s'dojnë me kuptu. Ka zemra, s'do me kuptu, s'do me një.
S'do me besu, sa do që e thirë, nuk do me besu. Lehum ajun la yubsirun, kanë sy po s'dojnë me pa. Kanë vesh s'dojnë me dëgju, wa lehum adhanun la yasma'un. Kanë vesh, ni po s'dojnë me lëku, me ni po s'dojnë me lëku. Allahu për i qenë argumentet qarta, e shpallje, e mësime, edhe pejgamber, e mas tyne dhe hoxhallar, të ju fole, të ju bërtit ditë dhe natë. Kanë sy, nuk dojnë me pa. Kanë vesh, nuk dojnë me një. Kanë zemrë, s'dojnë me kuptu. E atëherë që thëtë Allahu për ta, thëtë, ulaike kel en'ami. E atëherë njerëz jenë si shtost. Kel en'ami. Belhum të dëllë. Bele jenë edhe ma poshë se sa shtosa. Ulaike humul ghafilun, e këta e njerëzit e pak kritës shumë. Ta e njerëzit që pak për fa kritës, kanë që dhe në tjetës. S'din asë pëse jenë gjohë. Po ashtu të në jetin tjetër, em tahsebu emme eftarahum jesmeun, au yaqilun, in hum illa kel en'ami bel hum adallu sabila. Ama në ty mëna qaj ponin, ty mëna qaj po kuptar. Jo, asë nuk një, asë nuk dojnë me kuptu, ata e së shtazë, ma kërë së shtazë. Subhanallah, la ilaha illallah. Allahu Gjeleshanu më ngritë njëri në gradën më të nërë. Mani kur e tha me lashe dhe atje fillim, ku përgjën njeriun, nëse i përfilë dhe barë si duhet rrugën e Zotit, ka me konë në regje dhe ma të nërë se me lashe. Po rrugën e Zotit, në rasën tjetër ku nuk e përfilë, fjallën e Allah, rrugën e ti, bjen shkallë edhe si shtaza, bile respekt për shtazë se a shtaza nuk i ka disa gjana që ka i bojnë njëzit, pra atë po dëshojnë edhe Korani, ka i njëzit bjen edhe në nivel edhe më të si shtaza. Po e vrejt është, me ligjeratat e shumë që keni dëgju dhe hoxhallar tjerë, keni jeni shumë bindur dhe keni shumë qarse, për të resa e bane rrugën e Zotit, njeriu ka me jetu lumturi dhe në harmoni dhe mirëqenje. Mirëqenje të të nga fushën, mirëqenje sociale, ekonomike, politike, arsimore, familjare, individuale, gjitha format ka me jetu i lumtur. Ka se garantojnë Allahu për ata që e zbatojnë fjallën ti. Në rastin tjetër, për të resa njeriu ikë nga rruga e Zotit, nuk ju respekton parimet e Zotit, në cilën do fush qoftë, atëra përshon realitetin tjetër, si mu që përshon edhe në përlajmet për ditë, edhe në përmjetet e informimit. Sa pasuria, tash në shariatën islam, pasuria, gjaku, familja, nderi, morali, origjina, besimi, feja, janë sa në të shajta, në islam në të shajta, këtu për këtu vdisën, edhe është për shahidi që në vdes nuk me mbrojt këtu sene. Edhe të luat të rënd, a i cili dhe më thonë, duhet me mbrojt edhe me gjakë, edhe me jetë, për këtu sene të shajta në shariat e islam. Sot po shkirën gjitha këtu, peshuam sa gjaku po derdhet, peshuam sa vrasja po bohat në përbohë, peshuam edhe garimin e ma që njëzit bevojnë në armatim në zveti, të armatose shpike në orë të reja madhe dhe shkatërime shkatërime masive, që krejtë të këthejnë kod e njërzime. Pse këthejnë kod e njërzime? Për arsye se ata njerëz të cilët nuk janë të edukuar në frymën e Zotit, edhe krejtë të sane i keshpërdoren, edhe i shfrytëzojnë në shkatërimin e vendit, shkatërimin e njërzimit, derdhin e gjakut e faqet e zeza të shota. Prandaj edhe fëmijët e cilët edukohen në këtë formë, këtë frymë, gjardërë, vrasje, krime, vjedhje, haraq, muzikë, prostitucion, immoralitet, lakurësi, prishje të familjes, dalje burra dhe gra, dhe po mos respekt, mos mshirë, e shumë të tjera dhe mund që ndodhen, vjedhje, korupcion, rrahje, ofendime, përgojime, krejt që të sene cilat për ndodhën sot, shoqëri njerëzore, pavarësisht në cilë do vend, fëmija i cilë edukuar, edhe tash vjen edhe pyetja, pse po ndodhin këtu? Nëse edhe këta sot që në rritje vë burra, që të do kuptimin e vogël shëndadore, jemi edukuar çat frymë, prandaj edhe bojë sot për rritje jetën fort. Edhe ne po donim që këtu sene të ndalen, e atëherë çka të fëmijët tonë këtu ambiente të mos edukohen,
të largojmë to sene që ndikojnë negativisht të fëmija, edhe që të rritet një fëmijë në furimin e Zotit, një fëmijë që e bjerë paqen e jo luftën, një fëmijë që ka dashurik ndaj njerëzve, jo urrëtie ndaj njerëzve, një fëmijë që ka konsiderat e respekt ndaj tjetrit, e jo domosdoshmë me pas fyri dhe ofendime e sharje. Kështu duhet mësohet fëmia, kështu dhe jemi edhe thirrur na që të edukojmë shoqërinë edhe tonë në përgjithësi, veç atij fëmijë. Përbohet me dy sene. Me dije, që shu përmend në fillim, me dituri largohet pa dituria. Edhe me iman largohet edhe pa drejtësia. Pa këto dy sene njerëzimi nuk mundet me ecë përpara. Pejgamberi alayhiselam ka njoftuar se ka marrë koha që njerëzit ju rrafal ilm, komo ngrit dija. Do më dija ngritet duke marrë dietarët edhe të njerëzit fillojnë tani më marrë, do më juth vet el-jahl. Për hapet pa dituria. Ky shumë njerëzit flasin, tash ka njerëz po thon që ka njerëz shumë njerëz me laboratorin dhe profesorët. Edhe njerëz të tjerë, e kjo është argument i hadithit pejgamberit alayhiselam, se largohet dija e na nisën njerëzit flasin, për hapet jahl. Gjithë kush ta merr drejtën me fol çka do me. Apo hoç, apo as një me lidhje me njënë s'ka. E kjo është për hapjen e paditurisë. Kur njerëzit flasin pa kompetencë, flasin pa drejtë, edhe pastaj ashtu na informacion kur që përmendëm edhe aktualitetet që britën njerëzit. Që nga e drejtë nuk dëna që lufton, pse po lufton. Po ola e drejtë maktul, edhe ai që është vrarë nuk e di pse u vrarë. Asaj që vret nuk di pse po vret, e asaj që i vritet nuk di pse shkëlqut dhe u vrarë, për çka? Çfarë është kuptimi i vlerës njerëzore në sy të njerëzve? Për shkak të edukimit jo të mirë ose të edukimit të devijuar që e ka. Në për atë që po nësë marë fëmijë tonë, një gjallët e tjilë, edhe po në bëjtu në gjonave të qia, në duhet të edukojmë ata qysh, fillim, start, për fillimin duhet krijuar, që kemi përmanë edhe më herët, ambientet të pasërta, moralshme, dinjiteshme, në atmosferë të imanit besimin në Allah subhanahu wa ta'ala. Kjo është ajo edhe kuptimi i fjalës së Allahut kur thotë në Kur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Këtë fjalë kemi dëgjuar dhe shpesh e përdorur edhe në namaz jashtë namazit. Ty Muhammed nuk jemi dërguar ndryshe vetëm se mëshirë. Mos më radhë kush e ka dërguar Muhammedin alayhiselam Zoti vetëm fjalë mirë, i bukur, si vetë mirë me njerëz. Nuk ka vetëm ky kontest, se dikush më marr shtë, o kur Muhammed sa i urtë i qit. Po i urtë i mëshëm i butë dhe i sërshëm me besimtar të vonë, gjithmonë. Po kuptimi i këtij ajeti është Allahu ka dërguar mëshirë për njerëzit. Pse? Na ka mësuar neve çysh me eduku fëmijë, çysh me eduku familjen, shoqërinë, që mos e pas vrasje. Na koni shtëpi për burr kur dash të dikon shoqërinë, dash në rrugë, dash në xhami, dash në shtëpi me koni qetë dhe i lirë. E që kjo mëshirë, me të minu dhe mojë siguria, mos po do të pejteje. Që kjo mëshira, me rrekullu shoqërinë qatë fund, sikur që thotë në hadithin e tij, pejgamberi alayhiselam, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslimani i mirë është ai musliman. Jo vetëm që i falësh pas vaktit edhe bën zhurmë me popotir. Po muslimani i mirë është ai njeriu i cili e lën rahat njerëzit të tjerë për dorës së vet, edhe për dorës së vet. Nuk i gus me fjalë, nuk i gus me dorë. Që është muslimani i mirë. E që kjo është rahmet. Se na ka dërguar një mesazh e qartë që duhet bëhet edukimi i njerëzve, e gjithsesi mësimet e fëmijë, duhet kemi kujdes për situatave, për seneve që mund me ndikuar negativisht të fëmijëve. Pra keq ndikimi në fëmijët tanë, ato sene duhet të evitojmë me ramësira. Shoqëria jo shqiptare, përgjithsisht në Kosovë, po flasëm në rajonin tonë këtu, ka shumë sene të mira, ne duhet të avancojmë ato vlera. Vlerat e mira të avancojnë, të përparojnë, të përhapim sa më shumë. Anti-vlerat, qofshin për filma, seriale të ndryshme, negative, qofshin në ambjente që ka njerë po krijuar këtu, me disa harame, që janë për shtëpia tona, duhet të largojmë pas tij. Se ai fëmijë do të më rritë i shnosh. Ai fëmijë do të më edukuar i shnosh. Ai fëmijë do të më rritë me besim në Allah, me përkushtim të madh, me respekt ndaj prindit, me respekt ndaj vllavë, me respekt ndaj motrës, me respekt ndaj tjetërve, ndaj gjithëve,
e këpej ti pritet nese që të ketë rezultate pozitive. Nëse nuk e pasur në ambientin, qoftë në shtëpi, qoftë në rrugë, qoftë edhe diku tjetër, që fëmia jo ku jeton, po rrit i shtosh, atëherë ka më na urrit i fëmijë që nesër edhe ai ka më të erdhë gjatë sikur që po derdhin të atjerë sa. Ka më bëni njëri degeneruar, njëri i fresht, të cilën nuk e dasë Allahu edhe bësh shkatrimin e tokë. Ky është ai qëllimi që me lasët kanë thonë atëherë në fillim, se o Zot e krijoi krijesë që ka më bëu shkatrimin tokë e nga dergja. Kur njerëzit e namazore edukimin e tij si duhet. Po kur njerëzit e edukojnë si duhet, pra njeriu besimtarin e arshëm, atëherë ka më konë falendërues dhe rob i Zotit, edhe me konë rob e mirasheve, ashtu si don Allahu subhanahu wa taala. Lusim Zotin e Madh, që to dukuri negative, të gjitha ato që përmend, ato që nuk u përmend. Na ndihmoj Zoti të largojmë gjithë krejt nga jeta jonë, ka familjet tona, ka shoqëria jonë, të luftojmë i madh dhe i vogël, dhe të ndërmoj dashuria, respektin mes nesh, harmonia mes nesh, edhe besimi, frima e imanit në Allah subhanahu wa taala, të të që nga ka jetë si popull i avancu me vlerat e mira, që këtë bota nga kanë nga fmini për të vlerat, shiko për nga dhe do të miru të vlerat, edhe ma shumë, të respektojmë ma shumë dhe, e pastaj kemi edhe bereqen, edhe të mira, pardohet të në të i këtonë, e kullu komi hada, wa astaghfirullahi wa lakum, astaghfirullahi wa lakum.